Megjithatë, gazetari Faton Mehmeti ka detajet. Fillimisht më lejo ti të uroj mirëseardhje Faton, mirë se vjen në program sot. Përshëndetje Jona. Dhe me të vërtetë kjo natyrisht përban edhe elemente të pedofilisë, e më pas edhe të një manjaku, e gjitha këto se si është e mundur që të ndodhte kjo ngjarje. Po unë siç e thatë edhe jo, pra ngjarja ka ndodhur dje në qytetin e Istogut, fillimisht thuhet që viktima është takuar me personin fjalën e moshës 53 vjeçare, pra Tom Prekaj, është emri i tij, i cili është takuar në qytetin e Istogut me vajzën tashmë 13 vjeçare dhe në momentin që vajza ka hyrë në vetur, një person i cili e ka njohur tashmë personin në fjalë, menjëherë e ka njoftuar policinë dhe të cilët e kanë ndjekur. Personin në fjalë e kishte ditur edhe më herët për lidhjen e tyre dhe e kishte ditur edhe ku po shkojnë. Dhe i kishte dhënë instruksione policisë që janë në disa vila që gjenden skaj rrugës në fshatin Dubrau. Pra, dhe menjëherë policia janë aktivizuar dhe e kanë gjetur tashmë personin në fjalë me viktimën në një vilë, në një dhomë të vilës aty, dhe gjë që ka pastruar edhe në arrestimin e tij të menjëhershëm. Qysh momentin e arrestimit, personi në fjalë ka thirrur edhe avokatin e tij dhe në cilësinë e të dyshuarit është intervistuar nga policia dhe është dërguar mbajtje për 48 orë, derisa viktima në praninë e punonjësve të qendrës të përpunë sociale në komunën e Istogut është marrë pyetje dhe e njëjta është liruar meqense është e mitur.